Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Përshëndetje, shikues të nderuar, mirë se erdhën në televizionin Arbëria në emisionin Porta. Sonte kemi të ftuar ish deputetin Haki Abazi, ku do të diskutojmë lidhur me gjendjen politike në vend. Përshëndetje zoti Abazi, faleminderit që keni gjetë ku të jeni pjesë e televizionit Arbëria. Mirë se gjej. Tani a mund të themi kështu, Kuvendi i Kosovës po krijon apo po përgatit skenar komedie për faktin që më ka humbur kurrështja edhe qytetarëve dhe njerëzve të cilët janë të interesuar për të parë çfarë po ndodh në kuvend. Tani edhe interesimi vetë deputetëve po shihet që ka ardhur në nivelin më të ulët, edhe çfarë do të thotë kjo për klasën politike në Kosovë. Nuk e di nëse është mjaftueshëm me thonë që po krijon skenar komedi. Është bo komedi në vetvete. Po thoni që është kriju komedia. 34 herë është një farë tentimi me qëllim i dështuar, sepse dihet qartë që nuk ka as vullneti minimal politik nuk ekziston nga ana e partisë të parë, në këtë rast lëvizjeve vendosje që të konsolidohet kuvendi. Ka pas një skenar që është tragjik më shumë se sa komedi, e cila në vazhdimsi për 4 vite ka sabotu demokracinë brenda kuvendit. Unë kam potencuar disa herë radhaze edhe në fjalimet e mia në kuvend, por edhe sa herë që më është dhënë mundësia në media që kemi të bëjmë me një ngulfatje totale të punës së kuvendit, duke tentuar që të shkatërrohet në themel funksionimi i komisioneve parlamentare, funksionimi i kuvendit, mungesa totale nëse ju kujtohet për 4 vite dialogut politik të brendshëm parlamentar, për çdo gjë që është bërë nga jashtë institucionet realisht. Janë marrë vendime nga një grup i njerëzve jashtë institucioneve dhe janë sjellë aty të gatshme, të cilat në përparësinë fatkeqe të shumicës parlamentare, edhe në komisione, edhe në seanca, janë bivotuar pa debat demokratik, edhe ligjet edhe amandamentimet, vendimet e kuvendit. Zoti Abazi, e përmendet skenar tragjik, ka pasur një skenar tragjik. A ke mundur më na zbërthoj pak? Skenari tragjik është që Kurti realisht e sheh veten si autokrat, një monark politik komunist, i cili tenton që të zhbëj e të amortizoj çdo gjë që mund të avë në pikë pyetje veprimin e tij dhe vendimin e tij. Megjithatë, në atë që shohim, zoti Kurti lufton për pushtet, për faktin që i ka 42%. Pse nuk po insiston, apo cilat janë arsyet që nuk po pranon një realitet që i ka dhënë këtë përqindje, 42%, që të gjetë një alat edhe qeverisë prapë në pushtetin. Në fakt, mendoj që ka gjetur një alat, ka kriju një aleat, është Nisma me Fatmir Limajt, i cili është vendosur në mënyrë naive në lojën e Kurtit për të zhvendosur prej mundësisë që të krijohet një shumicë parlamentare në anën e partive që në legjislaturën e kaluar ishin opozitë. Dhe mënyrë taktike e ka shkarravitur, si themi, Nismën, për të mos lejuar që ajo të bëhet pjesë e një skenari të mundshëm në anën tjetër të një qeverie të partive PDK, LDK, AK, dhe për ta mbajtur peng e në mosbesim marrëdhënie ndërmjet liderëve politik, ndërsa në anën tjetër më mendoj që në mënyrë të drejtë, sepse për 4 vite ka qenë një goditje nën brez e gjitha marrëdhënieve me partitë politike, dhe sot nuk mundet as PDK-ja, as LDK-ja, e as AK-ja, në rastin tonë, nuk pranon që të hyjë me një mashtrues, manipulues klasik,
në skenën politike që të hynë marrëdhënie partneriteti. Tani LDK-ja kishte provu një herë, kur isha dhënë zëvendës kryeministër në atë kohë. AK-ja ka provu në kohën e Vlanit, kur janë si duket trashtu gjitha premtimet që ka bërë Kurti në bashkëveprimin politik të asaj kohe, dhe PDK-ja ka parë në mashtrimin që ja bëri në tentimin për të shpallur zgjedhjet e parakoshme, ku PDK-ja i votoi të gjitha marrëveshjet ndërkombëtare, por në fund Kurti e tradhtoi idenë që kishin diskutuar bashkë me zotin Krasniqi për zgjedhjet e parakoshme. Do të thotë kemi në një anë kemi një mashtrues politik dhe në anën tjetër ke partitë politike të mashtruara, me rastin e fundit të nismës, e cila realisht Limaj bëri hapa të shpejt e të pamatur në mendimin tim politik. E thani këtë zotri Kurti ka bërë qëllimisht që të thyen këtë blokun ish opozitor. Absolutisht, sepse nuk kemi ende marrëveshje me nismën të shkruar, dhe zoti Lima ka deklaruar që nuk kemi marrëveshje të shkruar ende. Jo të shkruar, po kishte tentativa të seancave për kryetar të kuvendit, shohim që edhe votat e nismës nuk i merr. Natyrisht, sepse kemi po ashtu një deklaratë zotit Limaj, i cili duket që është bërë, si themi, viktim e këtyre veprimeve marginale politike, cilave nuk i ka detektuar me kohë se do të aprodhojnë një efekt të një partije politike e cila është rikthyer në parlament nëpërmjet listës përbashkët me AK-n, dhe është fryzuar në mënyrën më të ndytëmotshme, sepse u tha që i është garantuar që do nominohet për kryetar kuvendi, dhe në ditën tjetër, një ditë mbrapa është propozuar zoni Axhiu. Tani duhet kuptuar që në parlament reflektohen marrëdhëniet e shoqërisë. Zoti Limaj dhe familja Krasniqi, ku është e martuar zoni Axhiu, janë familje në gjak, familje të vrarë në mes veti. Kurti e ka ditur shumë mirë këtë gjë, dhe kjo është arsyeja pse i ka futur në një konflikt edhe më të thellë problemin e nominimit të zotit Limaj dhe zonjës Axhiu, sikur nuk gjet dikë tjetër prej gjithë atyre deputetëve, që të nominoj zonin Axhiu në një konflikt. Edhe pas atij incidenti që ka ndodhur me zotin Limaj, me familjen zotit Axhiu, ka pasur bashkëpunim në Vlanin. Ka pasur zoti Limaj bashkëpunim me Vlanin. Nuk e di nëse ka ndodhur mbrapa ajo gjë, ose ka ndodhur para, por sido që të jetë. Kjo është një farë, si themi, futje e thikës në mes për të mos lëvizur tutje. Unë nuk them që AK do të voton të zotin Limaj për kryetar të kuvendit, sepse mendoj që ka bërë veprimin jo të duhur politik, për të mos thënë fjalë më të rënda, të një fushate kundër lëvizjeve të vendosje, kundër veprimeve të lëvizjeve të vendosje dhe Kurtit për 4 vite, dhe në momentin e parë pas një koordinim ka bërë lëvizjet. Mirë, mund të jetë legjitime në kuptimin e vendimarrjes, por gjithashtu ka edhe një frymë të korrekcisë që duhet të respektuar në partneritetin politik, për ndryshe jemi në një lloç çfarë është ky. Me 34 herë tentime në kuvend. Çfarë po synon zoti Kurti? Ju zoti Kurtin e njihni edhe përse afër, keni pasur bashkëpunëtor dhe udhëhec në qeverie. Çfarë po synon? Sepse duket që edhe nuk e ka një interesim të gjenë partneritet. Tani cili mund të jetë skenari zoti Kurti? Janë disa si themi algoritme politike që po përdor Kurti këtu. Një është që të amortizoj çfarëdo mundësie ose të minimizoj çfarëdo mundësie të paraqitjes zonjës Osmani në listat e ardhshme zgjedhore, sepse kupton drejt që gjitha votat të cilat kanë shkuar në lëvizjen vetvendosje nëpërmjet meje edhe zonjës Osmani tani më janë rrezik, dhe këto vota do të largohen nga, si themi, bazeni votuesve të lëvizjes vetvendosje, dhe ramja e Kurtit është e paevitueshme në fazat në cilat po hym, e paevitueshme. Sepse tradhtia ndaj zonjës Osmani, tradhtia ndaj meje, tani më edhe tradhtia e më vonshme ndaj zotit Limaj, sepse kjo është tradhti kur i zgjat dorën dikujt edhe i thu që do të nominoj për kryetar kuvendit dhe një ditë më vonë ja fut thik mas shpine, do thotë po krijohet
fytyra e vërtet e një kurti manipulues e tradhtor ndaj bashkëpunëtorëve politik, të cilët i përdor. Do thotë e para është që ta amortizoj mundësinë e zonjës Osmanit që del me një si themi pozicion e list e cila ja rrezikon një numër të madh të votave lëvizjes vetëvendosje. E dyta është që hallin e madh që kurti e ka është të mungesa e penetrimit në nivelin komunal. Asnjëherë nuk ka arritur që të marrë pushtet në nivelin komunal aty ku janë qytetarët, aty ku sipas mendjes tij edhe sipas logjikës veprimit mund të sistemoj militantët politik të lëvizjes vetëvendosje, të cilët gjenden nëpër komuna. Në mungesë të marrjes së këtij pushteti dhe këtë gjë ka thonë hapur në Këshillin e Përgjithshëm edhe në takimet e grupit parlamentar sa isha unë aty, që tentimi i fundëm i kurtit është që të marrë sa më shumë pushtet në nivelin komunal dhe kjo e detyron në një farë forme që të bëj fushat për kryetarët e komunave dhe tentimi i tij është që të mbajë zgjedhjet nacionale të jashtëzakonshme dhe komunale në të njëjtën kohë ose me një distancë kohore shumë të shkurtër ndërmjet. Dhe e treta, halli i madh i kurtit është që në momentin kur do mbahen zgjedhjet komunale, i gjithë balloni i fryer për çështjen e veriut do të shpërthej, sepse Kosova është e detyruar të mbajë zgjedhje demokratike në gjithë territorin e vet, në të gjitha komunat, përfshirë edhe në komunat veriore, ku sipas numrit të votuesve sigurisht që serbët do të rimarrin pushtetin atje. Dhe kjo e ekspozon dështimin e plot kurtit kundrejt strategjisë për të bërë populizëm me veriun. Ju kujtohet çështja e urës, tani kur nuk e hapi urën, po tenton që të nisë një debat ri për ura duke ndërtuar kinse ura të reja mbi lumin Ibër. Do të thotë janë tentime manipulimi dhe populizmi total nëpërmjet veriut për mos t'i pa qytetarit dështime të tjera. Dhe ky ekspozim e bën sepse kemi humbur jashtëzakonisht shumë në marrëdhënie ndërkombëtare. Megjithatë, nëse shkon paralel, synon, atë që po e thoni jo që të mbahen paralel zgjedhjet lokale me parlamentare, atëherë nuk do të shihet ajo që po e thoni që do të shihet që do të bie poshtë ajo balona fryrë në komunat e veriut ku do të qeverisin serbët. Unë thash ky është halli i tij. Kjo është arsyeja pse do t'i mbaj zgjedhjet e jashtëzakonshme para ose në të njëjtën kohë me ato komunale. Do të thotë ky është halli. Unë e kam thënë shumë më herët këtë gjë në disa emisione të kolegëve të juaj, por u vërtetua në momentin kur u shpallën zgjedhjet komunale për 12 tetor dhe zonja Haxhiu ishte ajo që tha që ekziston mundësia dhe disponimi që të mbahen të dy palë zgjedhjet së bashku. Do të thotë çfarë po shohim është që nuk ka, si themi, brengosje kurti për atë se çfarë po i ndodh integritetit institucional të vendit, funksionalitetit të institucioneve. Hallin e ka se si të siguroj një fazë të ardhshme të qeverisjes nëpërmjet këtyre manipulimeve, makinacioneve, çfarë po shihen qartë tani më. Zoti Kurti ka deklaruar që qeveri ka, kuvend nuk ka. Po vetë ky formulim është jashtëzakonisht i gabuar edhe tentim për mbush boshllëkun e argumentimit, sepse sikur të ishte ashtu, pse duhet të kishim vullnet testim të vullnetit politik qytetarëve, pse duhet të kemi zgjedhje nëse ka një ekzekutiv. Ne jemi shtet parlamentar, demokraci parlamentare, askush nuk ka legjitimitet nëse ai nuk buron nga kuvendi i Republikës Kosovës. Dhe nëse kuvendi i Republikës Kosovës nuk është funksional, çdo institucion tjetër nuk ka legjitimitet, sepse nuk e ka marrë dritën e gjelbërt, votën edhe vullnetin e qytetarëve. Kurti është një diktator i vonuar, që nuk arrin realisht të bëj atë që kanë bërë diktatorët para 60 vjetëve, dhe tenton që realisht ta prezantoj veten sikur është formuluesi i narrativave politike dhe diskursit politik në Kosovë. Por tani më është i zhveshur sepse Kosova nuk është kaq analfabete në politik, ka njerëz profesor universitar, njerëz të cilët janë marrë me çështjet e demokracisë me dekada tona, edhe kuptojnë drejt që realisht ka qeveri, po ka qeveri pa legjitimitet. Është qeveria e cila e dhunon për çdo ditë kushtetutën e Republikës Kosovës. Po ashtu nga deklaratat e rralla që po bën pas zgjedhjeve, ka deklaruar që votat për qeveri janë, por votat për kryetarët e kuvendit jo. Atëherë le ta ndroj kandidatën. Nëse është ashtu dhe do legjitimitet, do edhe një mandat, atëherë
mendoni që Kurti do ta mbante një kandidate që ka bllokuar gjithë procesin e konstituimit parlamentit për ta mos arritur legitimitetin e plot si kryeministër? Këto janë gënjeshtra, janë shantazh realisht i institucioneve, tentimi që ta shantazhoj Duda Baljen nëpërmjet Izet Mexhidit atje për t'ia bler pozicionin e saj politik dhe votën me një dhuratë për pozitën e profesores në universitet, tregon qartë është hallin e madh edhe panikun në cilën është Kurti. Ky është panik jashtëzakonisht i dëmshëm sepse e ka shkatërruar komplet platformën e dialogut politik mes partive politike. Nuk mundesh a priori nëse s'ke fitu 51%, je i detyruar të bësh kompromise. Demokracia e kërkon një gjë të tillë. Nuk mund ta mbash me kryenetësi shtetin në peng për shkak se nuk e arritur që të marrësh 51%. Atëherë ose duhet të ulemi të bëjmë marrëveshje politike, përfshirë edhe pozitën e kryeparlamentarit, ose duhet shkuar në zgjedhje të reja, sepse Italia ka mbajt zgjedhje çdo 6 muaj, ta zon. Nuk është ai halli më i madh këtu. Demokracia shumë më është se 3-4 milion euro që mund të shpenzohen. Nuk do ishte mirë që të bëjmë shpenzime për një përsëritje të zgjedhjeve. Por nëse është e domosdoshme ta ruajmë demokracinë, duhet ta bëjmë patjetër. Si po shihni zoti Abazi, edhe një diskurs zakonisht në media të ndryshme po del që shpeshherë po fajsohen edhe partitë ish opozitare për këtë ngërç politik. Kush duhet të lëshën pe? Kush duhet të bëjë kompromis që të hynë në rrjedha të kushtëshmërisë, të afateve kohore edhe formimi i qeverisë. Tani sepse shpeshherë fajsohen, dëgjohen zëra të ndryshëm, që thuhet edhe partitë ish opozitare kanë përgjegjësi në krijimin e institucioneve. 34 herë shkuarje në kuvend e mos dalje me rezultat i fajson të gjithë. Natyrisht që faji është jetim kur vje puna të marrja e përgjegjësisë, por ai i cili e ka bllokuar me qëllim punën e kuvendit është Kurti. Këta të tjerët mund të jenë, si them, ndihmues të një zhbllokimi ose ndihmues të mbajtjes së status quo-s, por në dorën e Kurtit, në partinë e parë, është që të nominoj emrin i cili ose e cila mund ta kaloj testin edhe të partive tjera. Tani kushtetuta e thënë në mënyrë qartë, i pari në listën e fituesve të zgjedhjeve e ka të drejtën të propozoj. Kjo nuk do të thotë që kjo e detyron patjetër parti tjera t'ja votojnë. Propozimi është një gjë tjetër, procesi i votimit është një gjë tjetër. Dhe kjo është arsyeja teknike që është lënë 48 orë, që nëse dështon, brenda 48 orëve, llogaritet që kemi një racionalitet politik, me cilin ulemi, diskutojmë edhe ecim para, qoftë ndryshimi e emrit, qoftë arritja e një konsenzusi, qoftë edhe kompromisi. Në Gjermani, brenda ditës, është ndryshuar me njëherë numri i votave. Natyrisht. Zoti Abazi, Aleonca për Ardhmërinë e Kosovës ju ka drejtuar edhe gjykatës kushtetuese me një shkresë lidhur me procedurat e votimit të drejt për drejt apo të fshehtë. A është dashur që të parashihet kjo edhe në kushtetutën e Kosovës, pasi Kosova është një vend në tranzicion. Mund të ndodhin lloj-lloj kësi manovrime politike që në një farë forme të vizatohet për çdo që është edhe pa imagjinueshme ndoshta në këtë formë, që të dihet deri kur mund të ketë afat kjo zvarritje edhe këto tentativa në këtë formë. Tani mendoj që a do duhej sigurisht, po a mund t'i parashohim gjitha situatat e mundshme që zhvillohen, është e pamundur. Fatmirësisht që kemi gjykatë kushtetuese, ne ju kemi drejtuar. Po them, gjykata kushtetuese nuk është kompenzim për mungesë të racionalitetit politik, sepse njerëzit normal ose njeriu normal, një politikan që e ka interesin e vendit në mendje, nuk ka nevojë që të krijoj kësi lloj situata e të tentoj të komunikoj duke fyer partnerët politik. Domthonë edhe shkrimi, kërkesa e Kurtit për lidhjen demokratike për të bërë një partneritet ishte fyese në gjuhën e vet të mbrëmshme. Do thotë ishte kërkesë për afrim duke e goditur kundërshtarin politik e duke tentu para syve të popullit paraqes si gjenerozitet të partneritetit. Do thotë
mirë, është gjykata kushtetuese, ne ju kemi drejtuar me pyetjen për procedurat, unë duhet të them një gjë që po e përsëris disa herë. Votimi nuk mund të jetë i mshet, sepse njeriu, secili deputet duhet ngritur nga ulësja e tij ose saj për të ecur drejt kutisë së votimit, për të marrë flet votimin. Votimi është i mshet kur ke mbi 2 kandidat. Do të thotë nuk dihet se për kë ke votuar në momentin kur je prapa perdeve atje. Domethënë, ky është kuptimi i votimit të mshet. Nuk ka votim mshet kur ke një kandidat vetëm. Nuk është ky votimi mshet. Do të thotë ideja që Kurti po manipulon me idenë që hajde se mos po çohen partitë për të futur një thik mes deputetëve të partive të ndryshme është vetëm lojë, asgjë tjetër, sepse janë të njëjtit deputet. Ai që nuk e ngrit dorën sot, ai ose ajo nuk do të ngritet për të shkuar tek vendi i votimit, tek kutia e votimit. Kuptimi i votimit mshet ka të bëjë vetëm me një gjë, kur ke më shumë se një kandidat dhe ti nuk mbahesh, si themi, peng si deputet se kujt do t'i japësh votën dhe rrjedhimisht rezultati i fundëm në shumicën e rasteve nuk dihet se kush për kë ka votuar, rrjedhimisht është një farë ruajtje e konfidencialitetit votës edhe të integritetit të deputetit. Kaq. Zgjatja e tepër, ta themi, e 34 tentativave për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit, a kemi ardhur në një pikë tani që secili subjekt që lëshon pe, dhe të shihet një lloj likësie nga elektorati i tij dhe nga qytetarët e Kosovës për faktin që është munduar të mbajë qëndrimet e tij. Mund të jetë edhe kështu edhe ashtu. Mund të jetë edhe të shihet prej qytetarëve si faleminderit që na shlirove prej këtij njeriu që është narcisoid politik edhe nuk lëshon pe. Unë mendoj që nuk do të thonë domosdoshmërisht që është negative nëse dikush lëshon pe në këtë fazë. Problemi është çfarë ndodh në përmbajtje. Nëse kemi cila është arsyeja atëherë e zvarritjes deri më tani, nëse kanë mbajtur një parim deri tani ose një qëndrim subjektet politike, që këto janë qëndrimet e këtij subjekti, atëherë tani të lëshohet pe. E kuptoj, po unë megjithatë mendoj që duhet të ekzistojë një moment i fleksibilitetit politik. Për shembull, e përmenda, nëse Kurti vërtet po do me zhblloku situatën, i vendos edhe 2 emra të tjerë në atë listë, dhe në anën tjetër këta votojnë për komisionin e msht. Për shembull, një dalje e thjeshtë prej situatës është kur vendos 2 emra të tjerë në listën e potenciale për kryetar kuvendi, në anën tjetër parti tjera marrin vendim që të shkohen në votimin e msht, votojnë njërin prej 3 kandidatëve, kush do që merr votën maksimale ose votën e duhur nevojshme kalon për kryetar. Tani nëse mbetemi duke shiku 34 herëshin, sigurisht që problemi do të shkon tu thellu. Ne do të dalim nga kjo situatë. Kosova nuk ka luksin as zhvillimeve të brendshme, as zhvillime rajonale ndërkombëtare që ne të merremi me këtë maskaradën e parlamentit sa hyjnë dhe sa dalin. Edhe ju e thatë në fillim kanë filluar disa deputetë të mërzitën, sepse është kotësi. Është kotësi totale që tu thosh të vish aty edhe për 1 minutë e gjysmë përfundon seanca edhe del Kurti duke u zgërdhir nga kuvendi. Kjo është e tmerrshme për tempullin e demokracisë në Kosovë, për vendin për cilin kanë vdekur me qindra mijë njerëz, për të arritur që ne të kemi një parlament ku përfaqësohet interesi i qytetarëve të Kosovës dhe sot ajo është jo teatër, është një turp. Është maja e turpit, shoqërisë tonë është bërë kuvendi i Republikës Kosovës. Dhe ne do dalim nga kjo situatë. Në 4 vitet e kaluara, një farforme partitë opozitare janë dukur në këtë formën që të lëmë të bën gabime gjatë qeverisjes. Edhe populli edhe sheh, edhe më pas e ndëshkon. A është kjo rruga zgjidhur e duhura e ish partive opozitare që duhet të ndjekin prapë, sepse kanë të mundësinë dhe të drejten që të marrin forma dhe çështje të ndryshme të bëjnë presion tek ai që duhet ta zhbllokon këtë gërç. E vërteta është që humsi më i madh i këtij procesi të zhagitjes është vetë Kurti për veten e tij, sepse njerëzit janë si themi në proces të kuptimit të një mungese të racionalitetit politik. Rrjedhimisht kjo i shkon për shtati siç u pa. Realisht Kurti ran nga
51.2% në 42, do të është një 10% i humbjes votave brenda një mandati me shumicë dërmuese që kishte për 4 vite. Do thotë vetëm se ka një fitore të konceptit le t'i bëj gabimet, le ta përfundoj mandatin. Unë kam qenë deputeti më i zëshëm për brenda Kuvendit Kosovës që kam thënë mos e ndërprerni këtë mandat në gjysmë. Le ta përfundoj që të mos i jepet justifikimi Kurtit për të thënë që unë do t'i kryja gjitha punët, po këta nuk më lanë. Zoti Kurti tani po qeveris edhe pa formimin e qeverisë, të rej pas zgjedhjeve, po merr vendime, po emëron njerëz edhe nuk shohim zëra theksum nga partitë. Tani kjo është pjesa e dytë e pyetjes tënde, që unë mendoj që ju keni të drejtë. Unë kam thënë Kurti ka ardhur me gjak në pushtet, nuk heziton që me gjak ta bëj edhe përplasjen në këtë fazën e ardhshme të humbjes së tij. Por nuk besoj që ndonjëra nga partitë politike është e interesuar që ta tensionoj situatën e brendshme në Kosovë në rrethona në cilën jemi, por nuk do të thotë që një ditë nuk do ndodhë edhe ajo, sepse prej molotovëve, te gazi lotësjelës, te kauzat e rrajshme, te manipulimi grandioz për çështjen e të pagjeturve, për çështjen e demarkacionin, për çështjen e dialogun me Serbisë, ne kemi përfunduar realisht edhe më keq se sa që ishin këto parti tjera. Në luftën e madhe që të gjithë ne kemi bërë kundër krimit e korrupsionit, ne kemi përfundu me një ministër kulture që jep grante organizatës TIN Prizren, me ministrin e bujqësisë i cili ju jep grante vëllezërve të deputetëve në Parlamentin e Kosovës, me një ministri të planifikimit hapësinor i cili realisht ka bërë krimin më të madh të mundshëm të legalizimit të objekteve të mafisë ndërtimore që dikur e quante lëvizjave të vendosje, e ka ngarkuar qytetarin me gjithë kostën e legalizimit këtyre ndërtimeve pa leje. Do të thotë tenderat një burimor me qindra tenderat drejt një operatori për asfaltin që është bërë. Krejt këto janë elemente të një korrupsioni, çështja e rezervave shtetërore, tenderit për rezerva shtetërore. Të gjitha këto janë dalur në dritë folën media, ndërsa partitë opozitare më pas lajmit të tyre kanë reaguar në formën më të butë, të mundshme. Po unë mendoj që demokraci nuk ka të ndryshme, ndodh që partitë opozitare nxjerrin skandalet, pastaj mediat i publikojnë. Fati i Gruevskit Maqedoni ka qenë i tillë. Mund të jetë edhe ndonjë rast, po mund kujtohen fjalimet në Kuvendin e Republikës Kosovës për këtë çështje, hapur e drejt për drejt. Është çështje tjetër që Kurti ka ardhur me një populizëm masiv dhe njerëzit ende nuk janë të gatshëm që ndëgjojnë argumentin. Ende është zhurmë, ende është populizëm. Tani sigurisht që mediat janë oksigjeni i demokracisë, patjetër që e kryjnë punën e vetë hulumtimeve, gjetjes fakteve, përcjelljes, llogaridhënies së qeverisë e tjera. Por unë mendoj që gjithashtu opozita e atëhershme e partive politike ka qenë shumë e lënduar në rezultate, po edhe nga e kaluara vetë. Do thotë është dashur një proces i rikonsolidimit, reformimit brendshëm. Disa parti kanë bërë më shpejt, disa më ngadalë, por unë mendoj që 52 vende që kanë ish partitë opozitare sot në kuvend, që janë 10 më shumë se sa që ka Kurti në kuvend, i bie që realisht populli ka vendosur që ish partitë opozitare të kenë numër më të madh. Partitë ish opozitare nuk kanë vendosur këtë, po pranojnë një realitet që zoti Kurti është fitues, për faktin që nuk po gjen kompromis, prapë të harmonizojnë qëndrimet për jashtë Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës që ka qenë në konsistente nga mbarimi i zgjedhjeve deri më tani, që ka qenë ndoshta promotori i një bashkimi të ish partive opozitare, të cilat e shohim me qëndrime të ndryshme. Disa me kandidatë të ndryshëm, disa me bisedime me zotin Kurti, disa me realisht nuk janë votat. Nuk janë. Unë mendoj që kemi ardhur, edhe kjo është puna e demokracisë dhe handikepi i atisarit, nëse mund ta quaj, por nuk janë votat. Ideja është që po t'i kishte opozita votat vetë bashk,
ose ish partitë opozitare, do të silleshin ndryshe edhe të tjerët, por kemi të bëjmë me një mungesë të dyja kampeve për të arritur shumicën parlamentare, dhe rrjedhimisht kjo e krijon që të pat pozicionin politik. Ju e thatë me të drejtë, Aleanca dhe zoti Aredina që nga fillimi ka thënë që pa kushte do punojmë që të krijojmë qeverinë e partive të cilat ishin në opozitë. Mirë, po kemi të bëjmë me dy parti tjera të cilat në historinë e tyre politike i kanë specifikat e veta, edhe marrëdhëniet e tyre. Megjithatë kanë qeverisur. Pas luftës LDK kanë qeverisur bukur gjatë. Po, sigurisht. Edhe pse nuk po gjendet një kompromis. Po është leadership i ri, unë mendoj para që elektoratit e tyre kanë qenë me qëndrime kundër zotit Kurti. nuk dua të flas për ta, po unë mendoj që duhet parë edhe nga pikpamjet e dy leadershipeve të reja, edhe në LDK dhe në PDK, kemi kryetarë të rinj, të cilët realisht kanë tjera parametra të partneritetit politik edhe ambicie politike të ndryshme, por unë pra po them, po të kishim numra më të mëdha, jo të varur nga 1, 2 ose 3 deputet, sigurisht që dinamika do ishte ndryshe, po ky është rezultati. Rezultati është që as opozita, partitë opozitare të dikushme nuk kanë numra të mjaftueshëm për ta bërë qeverinë dhe as pjesa e vetëvendosjes me këdo që po tenton ta bëjë. Nëse është kjo gjendje, pse nuk përpunohet realiteti, që nuk janë numrat, duhet të gjenë një zgjidhje edhe të e thatë edhe jo, të bëhet konstituimi i kuvendit edhe të shkohet në zgjedhje. Unë mendoj që ky është qëllimi i Kurtit në një formë, por nuk duhet shkohet në zgjedhje pa u konsumu komplet arsyeja pse ndodh një gjë e tillë, edhe natyrisht që na duhet tani më edhe një interpretim shpresoj nga gjykata kushtetuese, e cila mund të thotë pikërisht atë që e thash edhe unë. Votimi i msheft është legjitim vetëm atëherë kur ke më shumë se një kandidat. Përndryshe çfarë kuptimi ka ideja e votimit të msheft, dhe kjo e detyron Kurtin që të paraqes 2 propozime tjera, 1 ose 2 propozime tjera, e zhbllokon procesin. Kjo nuk e garanton funksionalitetin, as formimin e qeverisë. Kjo mund të garantoj daljes prej fazës parë edhe hapin e domosdoshëm që të kemi 2/3 për t'i shpallur zgjedhjet e jashtëzakonshme, sepse pa vendimin e këtij kuvendi nuk mund të shkojmë zgjedhje të jashtëzakonshme nëse nuk kemi vendim të kuvendit. Zoti Abozi, zoti Kurti në një deklaratë televizive e ka thënë që nisma e ka shpëtuar aleancën që të hynë në kuvend, në këtë farforme po parafrazoj. Po ashtu është parë që ka sulmuar edhe zotin Lima në një farforme, ka quajtur komandant Çeliku, por në një anë tjetër ka thonë që me 3 deputet nuk mund të bëhet kryetar i kuvendit. Ka pasur një letër që ju ka shkruar, apo 2 letra Lidhjes Demokratike të Kosovës, që edhe në ato letra duke që nuk kanë qenë ofertë e sinqertë. Edhe një takim me zotrin Krasniqi. Si i keni pa gjitha këto tentativa të zotit Kurti, shpeshherë duke munduar që të gjejnë përqarje edhe tentativa që të sulmojnë ish partitë opozitare. Kur e shef në totalitet veprimin politik të Kurtit, domthonë përshkrimi yt tregon pikërisht fotografinë e tentimit për ta përçarë bllokun tjetër politik, se nuk po gjej formë tjetër, nuk janë parti opozitare, janë bloku politik, dhe tentimi që me aleancën të futet në konflikt, kjo ka qenë qysh në fillim, domethënë ideja e fragmentimit. Kurti ka një plagë të madhe që në Gjakov udhëheq aleanca, në Suharek udhëheq aleanca, në Deçan, në Klin, në Rahovec, do thotë është një numër i madh i komunave jashtëzakonisht suksesshme. Do thotë nëse i bëjmë krahasimin e komunave ku qeveris aleanca me komunat ku ka qeverisur lëvizja vetëvendosje, përfshi edhe Prishtinën, na po flasim për 2 koncepte, një komplet të dështuar, siç është kjo e Prishtinës, po hiç më pak e Gjilanit edhe komunave ku janë, përjashto Pudevën, se më duhet jem korrekt që sigurisht ka rezultate tjera. Dhe këtu ka dhe një element tjetër të urrejtjes nga së djathtas. Unë e kam thonë shumë shpesh, mendoj që ne nevojitet një diskutim i tillë në shoqërinë tonë. Kurti është një komunist i epur,
që nuk e duron në asnjë formë kontributin edhe konsolidimin e të së djathtës, qendrës së djathtë në Kosovë, sepse e kupton drejt që e gjithë barra e luftës me shekuj, edhe luftës fundit, ka qenë në dorën e njerëzve të djathtë. As familja Jasharaj nuk ka qenë komuniste, as Ibrahim Rugova nuk ka qenë komunist, e Lidhja Demokratike, dhe ideja e Kurtit është që të fragmentoj të djathtën, ta coptëzoj për të arritur që të paraqes konceptin e majtës ekstreme, cilën ai e beson dhe e paraqet si koncept qeverisës. Ndërsa për PDK-n e LDK-n nuk kam koment, realisht unë mendoj që ajo është goditje bas shpine duke tentuar para qytetarëve që të bëj sikurse po shtrin dorën e partneritetit, por në fakt Kurti nuk është fare interesuar që të bëj një gjë të tillë. Po tishte, do të kërkonte që kryetari i kuvendit paraqitej nga njëra nga këto parti, qoftë edhe nga LDK-ja apo nga PDK-ja, që të propozohet kandidat nga këto parti për ta zhbllokuar procesin edhe për ta shtruar rrugën për një partneritet qeverisës në të ardhmen. Në kohën kur po vëllojnë apo po shihen skenare lufte në lindjet e mesme, po ashtu edhe Rusi-Ukrainë, presidenti Trump ka lëshuar një deklaratë që do t'i kthejmë Kosovës, marrëveshjes Kosovës me Serbinë, e cila ka mbetur në gjysmë. A mendoni që ka ku zoti Trump dhe a i friksohet zoti Kurti kësaj marrëveshje që mund të ndodhë? Tani, sigurisht që është një agjendë jashtëzakonisht e ngjeshur, e dinamike, intensive me luftën në Ukrainë, me përparimin që po bën Rusia, me vendosjen e trupave në kufi me shtetet baltike, lufta në Gaza, lufta në Iran-Izrael, dhe lëvizjet që janë bërë së fundmi në Siri, kemi jashtëzakonisht shumë ndodhije, ngjarje, dinamika, ristrukturim të interesave gjeopolitike në botë. Por kjo nuk do të thotë që Kosova nuk është e interesuar që të vazhdoj partneritetin e afërt me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe me Bashkimin Evropian. Agjenda jonë është euroatlantike, kushdo që të jetë në krye të qeverisë dhe të shtetit të Kosovës, unë mendoj që e qartë është që mbi 95% të qytetarëve të Kosovës janë të orientuar në agjendën euroatlantike. AOK-ja ka akuzuar shpeshherë zotin Kurti që nuk i ka këto agjendat e cilet po i thënin në qeverisje. Po, kjo është në fakt. Në fakt, këto janë fakte, që për 4 vite më spaku është përmendur integrimi evropian dhe integrimi NATO. Për të mos thënë që është sabotuar nga brenda sidomos procesi i integrimit NATO, gjëra që unë i kam pa edhe kur kam qenë kryetari i Komisionit për Punë të Jashtme. Po çfarë deshta them është, a është Kurti njeriu më adekuat i një raporti të partneritetit edhe të maksimalizimit të interesave të Kosovës në një administratë çfarë është Trump? Natyrisht që s'është. Nuk ka qenë edhe në kohën e Biden, për 4 vite nuk ka bërë asnjë lëvizje progresive drejt administratës amerikane për të arritur objektivat e politikës të jashtme të Kosovës. Përfshirë njohje, do të thotë nuk ka bërë gjë, zero, por aq më e ashpër do jetë ballafaqimi me Trump edhe me konceptin e tij jo konvencional të një raporti diplomatik transaksional, të cilin e ka instaluar si formë të paraqitjes interesit të Shtetit Bashkuar të Amerikës sa herë që është involvu. Kurti është fatkeqësi në këtë kohë, ashtu siç po duket që ka qenë fatkeqësi edhe në kohën e zotit Biden, për shkak se nuk ka arritur që të lëviz për 1 milimetër interesin e Kosovës të marrëdhënieve ndërkombëtare. Zoti Abasi, për fund, po ju afrojmë zgjedhjeve lokale të 12 tetorit, edhe në kuadër të kësaj kemi po 2 komuna, të cilën qeveris Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, kemi po komunën e Klinës dhe komunën e Suarekës, ku vetëvendosja ka caktuar 2 ish aktivist të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, kandidat për kryetar komune. Si e keni po këtë, derisa e kemi po zotin Kurti që i ka akuzuar këto parti që shkatërruese të shtetit. Tani, sigurisht, hipokrizia është gjallë, domthonë është shifët në veprem,
Por kjo ndërlidhet me atë që ju thash më herët që edhe në zgjedhjet e fundit Kurti ka pas një qëllim të vetëm që ta reduktoj në të gjitha format e mundshme prezencën e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës si parti e djathtë në Parlamentin e Kosovës. Sa mund ta dëmtojnë Aleancën këto dy kandidatë në komunën e Suarejkës dhe të Klinës, për të tjerët ende nuk është në barë. Unë mendoj që minimalisht mund të dëmtojnë, minimalisht, për shkak se në fakt mobilizon trupin elektoral të Aleancës që këtë, si themi, tentim të një simbioze të një partije të majtë me njerëz që kanë qenë pjesë të Aleancës dikur, të një partije të djathtë, kjo është falsifikim politik si marrëdhënie, si raport. Dhe edhe zoti Muharremi ka bërë një depërtim të jashtëzakonshëm të konceptit qeverisës komunal në Suarejk si zhvillim. Suarejka nuk I gjason një komune të rëndëmt më, është një komunë që funksionon me fusha tenisi, me një ambient jashtëzakonisht pastër në hapësirat publike, me kopshtet, me gjelbrimin, me zhvillimin ekonomik, ndihmesën e sektorit privat, me një pastërti krejt tjetër prej komunave ku qeverisin parti tjera, do të thotë ka kriju model, një Gjakova dhe Klina. Megjithatë, ishte pyetja, fokusi ishte që një parti me 42% të merë aktivistë që kanë qenë deri në kohën e fundit nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Nuk ka pas kadra, apo ka qenë e qëllimshme të dëmtohen këto dy komuna që qeverisin nga OKA? Është e dyfisht. Domethënë, unë tentova me ju thonë, e para është që taktikisht Kurti do që me godit Aleancën e Ardhmërisë për Kosovës, për AK-n, dhe në anën tjetër, kuadra natyrisht që s'ka. Po, 4 vite, një teatr në qendër Prishtinës nuk është arrit me u renovu. 4 vite. Për 4 vite është mbyllur muzeu I kombëtar I Kosovës. Asnjë njohje vetme nga qeveria e Kurtit për 4 vite. Më tregoni një rezultat të madh të cilin do e dëshmonte që kuadrat e lëvizjes kanë arritur ta depërtojnë për brenda agjendas. Qofshin ato zhvillimore, qofshin diplomatike, qofshin edhe të angazhimeve tjera të qeverisë, luftës kundër krimit dhe korrupsionit, për shembull, sa keni po ju që është luftu krimi dhe korrupsioni brenda administratës publike të Kosovës për këto 4 vite. Zero. Pavarësisht që këta I drejtojnë gjitha shigjetat tek prokuroria, ka mekanizma të brendshëm të qeverisë dhe të hetuesisë e të policisë që është dashur të pastrojnë gjitha elementet korruptive për brenda funksionimit përkundrazi subvencionimet dhe parat publike janë shfrytzuar e shpenzuar në mënyrën më jo produktive të mundshme. Do thotë, të dyja janë taktikisht tentojnë që ta godasa AK-n, në anën tjetër nuk ka kapacitet dhe kuadra të cilat mund të qeverisin me komunat, asnjë prej tyre. Paramendoni që ka caktuar Hajrullah Shuekun, ministrin e kulturës, për kandidat në Prishtinë. Nuk ka fëmijë të Prishtinës që nuk e di që zoti Qeku është nga Prizreni, nuk ka asnjë lidhje me Prishtinën. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës e ka bërë ku zotin Berisha ka kandiduar për Prishtinë kandidat. Ne po flasim për një ministër I cili është bërë. Zoti Berisha jeton në Prishtinë, e ka konsideruar veten si një prej elementëve unifikues të interesave të grupeve caktuara që janë pjesë përbërëse të AK-s dhe I është dhënë drita e gjelbërt për të kandiduar aty. Në anën tjetër po flasim për një ministër I cili nuk ka arrit për 4 vite të bëjë një teatr, të vetëm. Një teatr. Sektori privat ka arritur që ta bëjë Prishtinën e re, ku është ndërtesa e gjykatës. Ndërsa e gjithë qeveria, me gjithë mbështetjen, me 51% të votave në parlament, me një buxhet të palimituar, nuk është arritur që merremetohet, jo ndërtohet. Një teatr në Kosovë. Zotë Bazi, kemi edhe shumë për të diskutuar, por për arsye kohe, të falenderojmë për kohën dhe opinionin e dhënë për televizionin tonë. Ju faleminderit shumë, punë të mbarë. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.